Surja Es-Saf, Medinase, 14 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Allahun e përlëvdon gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? Është shumë e urryer për Allahun të thoni atë që nuk e bëni. Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij, të radhitur si të ishin një ndërtesë solide. Kujto kur Musai i tha popullit të vet: O populli im, përse po më mundoni kur e dini mirë se unë jam i dërguari i Allahut te ju? Kur ata u larguan nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre nga rruga e drejtë. Allahu nuk e shpije në rrugë të drejtë popullin jo besimtar. Kujto kur Isai, i biri Merjemes, tha: O bijtë e Izraelit, unë jam i dërguari i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur para meje dhe për t'ju sjellë lajmin e gëzueshëm për një të dërguar, emri i të cilit është Ahmed, që do të vijë pas meje. Por kur ai u solli atyre shenjat e qarta, ata thanë: Kjo është magji e hapur. Kush është më keqbërës se ai që shpiv gënjeshtra kundër Allahut, ndërkohë që i bëhet thirrje për t'ju nënshtruar atij? Allahu nuk i udhëzon keqbërësit. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Allahut me gojen e tyre, por Allahu e përsos dritën e vet, edhe nëse këtë gjë e urrejnë jo besimtarët. Allahu është ai që e ka çuar të dërguarin e vet me udhërrëfimin dhe fenë e së vërtetës, për ta ngritur atë më lart se të gjitha fetë, edhe nëse nuk e pëlqejnë idhujtarët. O besimtar, a doni t'ju drejtoj në një tregti e cila ju shpëton nga një dënim i dhëmshëm? Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë dhe trupin tuaj. Kjo, nëse do ta dini, është më mirë për ju. Ai do t'ju afal gabimet tuaja dhe do t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj dhe në banesa të mrekullueshme në xhenetin e Adnit. Kjo është fitoria më e madhe. Ai do t'ju fal edhe dhunti të tjera që i dëshironi, ndihmën e tij dhe një fitore të afërt. Andaj, gëzoj besimtarët. O besimtar, bëhuni ndihmësit e Allahut, ashtu siç u tha dishepujve Isai, i biri Merjemes: Kush janë ndihmësit e mi për çështjen e Allahut? Dishepujt u përgjigjen: Ne jemi ndihmësit e Allahut. Kështu një pjesë nga bijtë e Izraelit e besoi, kurse pjesa tjetër e mohoi. Prandaj ne i forcuam besimtarët kundër armikut të tyre dhe ata dolën nga dhënjimtar.